Reperi i njohur Mozik vazhdon të jetë nga figurat më të përfolura në estradën shqiptare, si për sukseset muzikore ashtu edhe për jetën e tij personale. Mozik është babai i vajzës Hana, të cilën e ka me këngëtaren Loredana Azefi. Pas ndarjes së tyre ai ka shprehur publikisht dashurinë dhe përkushtimin ndaj vajzës së tij, duke i konsideruar atë si bekimin më të madh në jetën e vet. Mozik ka ndarë me fancat se po punon për projekte të reja muzikore, të cilat po priten me padurim. Por Mozik është komplet ndryshe nga raperet e tjerë, të cilët janë hekurosur dhe po shfaqen komplet pa rrudha, ndërsa Mozik po mbetet krejt natyral, ku në fytyrën e tij nuk duket asnjë lloj botoksi, ndryshe nga shumica e estradës shqiptare. Na duhet të rikujtojmë se tani më Mozik është në lidhje me moderatoren Lotina Hazdirin, lidhje e cila po shkon për mrekulli. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.